si ka spozita, dhe personë. Ishta kryetar, falë kryetari në nëndë? Kemi një kamion të ri për Zjarfiksit, pra për herë të parë Komuna e Prishtinës, kryeqyteti, faktikisht ka investu në një mjet të ri, pra është nga fabrika, që thojnë, 00, një kamion sulmues i cili është i dizajnum për me ndihmu në raste ku luftohet me zjarë në zonat urbane, pra është i dizajnum pikërisht për luftën ndaj zjarrit në zonat urbane, me ju ndihmu zjarfiksve tanë, po me ju ndihmu që zjarfiksit i ndihmojnë qytetarëve tanë. Kjo është një prej investimeve të shumta që kryeqyteti po i bën për me ngritë sigurinë në kryeqytet. Kemi buxhetu që këtë vit po ashtu të kemi edhe kamionin tjetër të ri, i cili do të na ndihmojë në raste të zjarreve në zonat malore. Ky është një investim prej 330.000 eurove, pra ky kamion kushton 330.000 euro, tash kemi buxhetuar edhe një investim tjetër të rreth 300.000 euro për kamionin tjetër që e përmenda për i dizajnum për zjarre malore. Ne kemi tash edhe fizioterapi për secilin prej zjarfiksve, si pjesë e proceseve, pra po ashtu edhe mbikëqyrje pa pagesë për të gjithë zjarfiksit. Pra kemi edhe shujtat të cilat janë të dizajnume nga nutricionistët që tash i shërbejmë zjarfiksëve tanë në kryeqytet. Pra janë këto një mori intervenimesh të cilat ne si kryeqytet i kemi pasi të domosdoshme që t'ju ndihmojmë zjarfiksëve tanë për me qenë, po them, në pozitë më të mirë që t'ju ndihmojnë secilit qytetar të kryeqytetit e përtej. Problemet në kaluamën i kemi cek disa herë edhe për juve. Problemet më të mëdha i kemi pas automjetet e vjetra se kanë defekte shumë dhe na hupin kohë të marr me ta e të mos i pas shërbim. Ndërsa ky automjet i ri është i garantuar për disa vite nga vetë operatori ekonomik, e gjithashtu edhe vetë që është i ri, i ka edhe 15 vite që na nuk menojnë ama për një kamion të tillë. Gjitha këto, edhe në këtë vit deri edhe një kamioni tjetër, por edhe në strategjinë tonë është ndrimi i gjithë flotës të vjetruar të automjeteve në 3 vitet e ardhshme, pra qëllimi është që të ndrohet gjithë flota, të ngritet kapacitet, të ngritet numri i zjarfiksve në proporcion me numrin e banorëve në kryeqytet dhe që kryeqyteti ta ketë brigadën profesionale që e ka, po do ta modernizojmë, do të ngritem kapacitetet logjistike, po ato në aspektin e burimeve njerëzore dhe të jetë shembull, si është shembull për gjitha komunat tjera. Po fokusohemi sot në këtë çështje, po e dini që ne kemi vazhduar me përmirësimin e kushteve në gjitha pjesët të kryeqytetit, edhe për çështjen e mbeturinave, prandaj po them këto të gjitha janë të ndërlidhura për krijimin e një sigurie shtesë në kryeqytet të kushteve më të mira për secilin qytetar.